Nëse shikoni dikë me këtë shenjë në dorë, lajmëroni urgjent policinë. A e dini se çfarë do të thotë kjo shenjë? Kjo do të thotë se dikush është në telashe. Prandaj, nëse ndonjëherë e shihni dikë me pikë të zezë në pëllëmbën e dorës së tyre, mos hezitoni ta thërrisni policinë në sekondë. Kjo ndryshe quhet edhe kampanja Pika e Zezë, e cila ka filluar në Facebook dhe është një mënyrë për t'i njohur viktimat e abuzimeve të ndryshme. Prandaj, nëse e shihni dikë me këtë pikë të zezë, ju duhet ta dini se ai ose ajo person është në rrezik.